Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fillon votimi i shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Përmes rrjeteve sociale, kryekomisioneri Ilirian Celibashi bëri të ditur se zgjedhësi i parë me vendbanim në Erlangen në Gjermani është votues në qarkun e Dibrës. Sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë dorëzuar rreth 71.000 zarfe. KQZ njoftoi se deri më tani janë dërguar fletët e votimit për bashkëdetarët nga qarqet Durrës, Berat, Dibër dhe Kukës që jetojnë në Itali, Greqi, Gjermani, Francë, Britani e Madhe dhe SBA. Votuesit në diaspor kanë kohë ta plotësojnë dhe ta dërgojnë fletën e votimit me postë deri në javën e parë të muajit maj. Çdo votë që mbërrin në Shqipëri pas datës 11 maj do të konsiderohet e pavlefshme. Studimi i fizibilitetit për kurrëllën Durrës-Prishtinë ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Fier. Infrastruktura, arritjet dhe sfidat për Shqipërinë 2030, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Me këtë rast, zëvendës kryeministria Belinda Balluku u ndal në rëndësinë e lidhjes me korridorin 8 dhe korridorin 10 dhe lidhjet e tyre me rrjetin e kurrëdor. Ne vazhdojmë që të ndërtojmë rrugë të reja, duke arritur që tashmë të kemi rreth 1000 kilometra rrugë të ndërtuara në këtë 12 vjeçar ose të rehabilituara. Sot kemi 40 kantiere të hapura në gjithë vendin, kantiere të cilat nuk kanë të bëjnë as me rrugë të thjeshta dhe as me rehabilitime. Kantiere që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve të reja. Pasi në infrastrukturën rrugore, ashtu siç e thash, sipas Ballukut, hekurudha Durrës-Prishtinë e kthen kombi shqiptar në pol magnetizimi për ekonominë. Korridori 8 është shumë i rëndësishëm për rajonin e Ballkanit dhe ka si qëllim ndërlidhjen midis Italisë, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Kemi bërë një transformim radikal, duke e matur punën tonë jo thjesht nga ana sesiore, por tashmë nga ajo cilësore, duke ndërtuar akse rrugore me parametra dhe kritere europiane për të qenë të gatshëm dhe për të qenë pjesë të korridoreve që tashmë ne kemi fituar këtë legjitimitet edhe në Bashkimin Evropian, duke qenë se në vendin tonë ndërtohen 2 nga korridoret më të rëndësishme, korridori 8 dhe korridori blu. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Avokati i popullit në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bën thirrje institucioneve të plotësojnë bëshllëku ligjor të krijuar nga gjykatat duke shfuqizuar dispozitat e disa akteve ligjore dhe nëligjore që kanë të bëjnë me punësimin e pakicave etnike jo shumicë. Ai kërkoi që ky bëshllëk të plotësohet në një kohë sa më të shkurtër dhe me një ligj të përshtatshëm. Në një vlerësim të punës së bërë të vitit 2024, Naserzi Beri tha se pajisja me pasaporta ishte problemi më i madh për qytetarët e Maqedonisë së Veriut në gjysmën e parë të vitit 2024. Krahas asaj, qytetarët kanë bërë ankesa për shkelje të drejtave në marrëdhëniet e punës, si dhe në fushën e urbanistikës dhe ndërtimit dhe ndër të drejtat e konsumatorëve. Problemi më i theksuar ishte problemi i faturave të larta për energji elektrike të konsumuar. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, para strukturave vendimarrëse të partisë propozoi akademi kujtim shalën për nënkryetarët të Kuvendit të Kosovës, si dhe Hykmete Bajramin për shefet e grupit parlamentar të LDK-s. Propozimi është mbështetur nga grupi parlamentar dhe Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të dy pozita do të caktohen nga grupi ynë, shkruar mes së tjera është Lumir Abdigjiku në rrjetet sociale. Një ditë më parë dështoi seanca konstituive e Kuvendit pasi deputetët e zgjedhur të LDK-s dhe PDK-s, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Listës Serbe dhe disa pakicave të tjera jo serbe, votuan kundër miratimit të raportit të Komisionit për verifikimin e mandateve, me arsyetimin se paraprakisht kabineti qeveritar duhet të ofrojë dorëheqje formale. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, tha se drejtohet presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, për hapat që do të ndërmerren në të ardhmen. Brukseli paralajmëron Beogradin se mund të ndalojë anëtarësimin e Serbisë nëse presidenti merr pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë. Aleksandar Vučić ka marrë mbështetjen e Kremlinit në mes të protestave masive kundër qeverisë së tij gjatë muajve të fundit. Me herët ai ka deklaruar se ka folur me Putinin dhe ka planifikuar të shkojë në paradë. Edhe kryeministri slovak Robert Fico konfirmoi se do të marrë pjesë në paradën në Moskë. Zyra e kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili ka kundërshtuar vazhdimisht Bashkimin Evropian për mbështetjen ndaj Ukrainës, deri më sot ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë. Në të do të mungojnë dhe presidenti turk dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.